Atë bje me këtu shumë, po më ne me vetur shtu? E këtë kohën me vetur. E kom pas një kohë se e pa ta një aksident e më pat kryu një farfrike. Edhe unë i kom do shofera, sa ja nisin një muj ditë mirë, mas një muj ditë kur t'ja nisin mu las druvë demek, menojnë që du të me gra kjerrit shpejt, se qashtu është me stilja qashtu. Edhe tani ka herë m'bjen me disiplinimin e tyre mirëna, kështu? Një disiplinon. Po se interesant, javron një energji qashtu që menojnë që du të me gra. Po, tash, moment që hypen kert, edhe unë tash e mora një farë energjie. Po t'i fillë edhe temës na mëtë, tash ka do. Thashot. A policia faktikisht nuk i dënojnë. Unë i kom kolegë se unë kom punu në polici, më njohin plët, po më nuna më ju përmbajt regula. Që për shemull rrypin, prej që kom pas aksident, se edhe unë jem konë sikur këtë shqiptarë, se më ka lidhë Serbia, unë jem tre me madhe burre, me ka poshtë barë. A shkon rrypi me trener ka? Ja, shkon rrypi me gjithë shka, se bës më konë rrypi, na shkojmë dëmë krejt. Edhe për mbojmë përshtypje që to aksidentet, se edhe gjendja teknike e vetura, po edhe mos kujdesi jonë është shumë i madhë, duhet mu disciplinu. Vdekje po ka shumë në komunikacion. Aksidente që po të aksidente, i konë të vëziti, apo shoferi? Ja, mërë së vëziti, se rruj, ba që për në Pas ka morë tre më shumë burë. Jo, po ti këtu ja hi. Aksidentin, tereni lagsht, edhe një kastraves të vëzit atë, e shpejt, unë i pa lidhën në telefon të këshyrë, kur ka kërsit, si kur bumja për kërsit. I pa lidhën e arbego ma thej dorën, se që i ta kështu këtë spira. Koka ka pështu? A? Koka? Po. Kryt që ki posë mirë? Jo, kryt s'ma gjonë, unë e dura kom, që shtu i kom me hekra, se kryt